Kryeministri Edi Rama ka folur për skimin e re të pensioneve, e cila deri në fund të vitit 2029 parashikon të rrisë deri në 70% çdo kategori pensionesh. Duke nisur nga muaji janar, pensionet e të gjithë kategorive do të kenë një rritje të konsiderueshme, ndërsa kryeministri Rama thotë se deri në fund të vitit 2029 fatura e pensioneve do të jetë 1.7 miliardë euro më shumë. Ai sqaron edhe një herë rritjen që do bëhet vit pas viti për pensionet. Të arrijmë vit pas viti të rrisim pensionet sipas objektivave të shpallura për secilën kategori. Kështu, pensionistët tanë, përveç se do të marrin këtë dhjetor, bonusin e fundvitit, duke filluar nga janari do të kenë një rritje tani më të shtrirë muaj për muaj, përmbi indeksimin e përvitshëm natyrisht. Konkretisht, sipas kategorive, në fund të mandatit duhet të arrijmë që pensioni mesatar të rritet si më poshtë. Pensioni urban me vitet plota pune të shkojë 40.000 lekë të reja nga 27.350 që është sot. Pensioni urban i pjesshëm të shkojë mesatarisht 22.000 lekë të reja nga 15.850 lekë që është sot. Pensioni rural të shkojë 18.000 lekë të reja nga 11.500 që është sot. Pensioni familjar të shkojë 18.000 lekë të reja nga 11.400 që është sot. Dhe pensioni i invaliditetit të shkojë 30.000 lekë të reja nga 20.000 që është sot. Nga janari 2026, pensionet dhe pagat minimale do të pasojnë rritje të ndjeshëm, me pagë minimale do të jetë 500 euro dhe do të subvencionohet për 9 muaj nga shteti. Deri në fund të mandatit të katërt, pensioni mesatar urban do të arrijë në 400 euro, ndërsa do të rritet ndjeshëm edhe pensionet rurale, familjare dhe të invaliditetit.